7 me 20 pikë. Shënuar këtë gol. Pra ishte një dalje tepër e gabuar e portierit Enaki. Është pak i rëshqit e pasi 2 ditë ka rarë shi këtu në qytetin e Kosovës. Këdhezi një top në krahun e gjatë për Veçajn. Krosimi i Veçajt dhe topi përfundon në duart e portierit numër 9 Tërshani. Është përsi Mustafa ka spastruar zonë dhe një topi gjatë aty, Kekoza në numër 25, Kekoza në sulm me 3 lojtarë të ekipit të Tërbunit dhe goli i parë i shënuar në minutën e 10 nga lojtari me numër 11 Kanote. Pra është minuta e 11 sa po ka filluar dhe ekipi i Tërbunit ka kaluar në avantazh në 1-0 me anë të numrit e 11 Konate. Pra Tërbuni 1, Naftëtari 0. Pra ishte një epërsi në sulm ku mori një karton të verdh për këtë faull. Aty kemi një përballje në top të gjatë, një krosim këtu dhe përsëri dalja e portierit Enoki. Është dalja e Enoki. Shohim që lëvizje do bat, është një parabel për topin dhe aty është një goditje dhe topi për fat të mirë dhe ka larguar Papaj. Dhe goditje e fort nga 30 metra lejoi në avantazhit një krosim në zonë, dalje e portierit Enoki. Është dalje tepër e sigurt e portierit Enoki. Ishte Papaj, një top për Veçajn. Krosimi Veçajt për numër 6 Leka. Është Leka përsëri Papaj dhe goli i dytë shumë i shkëlqyer i numër 8 Papaj. Pra është minuta e 42 e pjesës së dytë dhe ekipi i Tërbunit ka shënuar golin e dytë pasi gabimit të mbrojtjes së Pa, si që thamë, ishte një gol i dytë. Ekipi Naftëtarit në këtë minutë shtesë ka realizuar golin e parë. Pra, pas një goditje standarde në krosim dhe ekipi i Naftëtarit ka shëtuar golin e parë. Pra, luhet minuta e fundit. Kanote. Është një top për dhe gjyqtari kryesor ka sinjalizuar për përfundimin e pjesës së parë ndërmjet ekipit të vendosë Naftëtari dhe ekipit të Tërbunit në stadiumin e qytetit të Kosovës Bashkim Sulemani, i cili pjesa e parë përfundoi me rezultatin 2-1 për ekipin e Tërbunit. Pra, me sa shohim ekipi i Tërbunit në këto momente nuk ka kryer asnjë ndërrim. Pra, në krahun e majt të ekranit me uniformët e balla është ekipi i Tërbunit në këtë pjesë të dytë. Është një top aty, është një top i zotrim Shkëndezi që shënohet, është një marrje topi, një krosim dhe përballë portës është këtu goditje dhe ishte Laçeja që ishte prita e këtij topi në këtë moment, si në momentet të tjera. Është komplet që të dy ekipet janë në zonën e ekipit të Naftëtarit, një top i shkurt për Papën dhe goditje fluturimthi i Tërbunit kryen ndrimin e parë. Është goditje e fuqishme e numrit 25 një Tërbuni 2. E në të momentet e goditjes së dënimit
Dhe goditja u krye, topi kalon në shtyllën, si për shtyllës. Të pëtru të rezultatin e cili është në një 3 pikë shumë i smuar. Një dalje në kraunet e majtë dhe goditjeve është përsëri zëre, cili e shpeton portën nga një goditje e dopt e ati kemi një goditje dhe ishte një faul në sulm, është përsëri në sulm në krahun e djathtë, aty është zëre atë numri 4 teme dhe dalje për tjerit dhe asë një rast, ishte rast shumë në lisë për ekipin naftëtarit, por e paralizueshme. Goditja të kryer në qendër, në topi largohet nga Këndezi dhe çdo gjë është jashtë rrezikut. Ekipi e naftëtarit në minutën e fundit të shtesë ka shënuar një gol në tokë. Pra është barazuar në minutën e 50. Unë thashë më parë ekipi i naftëtarit ka barazuar në 2-2. Kur e noki përsëri këto të hasën dhe ekipi të burrit është në sulm dhe dalje për të naftëtarit. Pra ishte një dalje tek për tek me portierin e noki, e cili e ka pezulluar këtë goditje fakte dhe gjyqtari Kosur ka përfunduar takimin mes ekipeve vendas të naftëtarit dhe Tërbunit që përfundojnë në stadiumin Bashkim Sulejmani të Koçovës në rezultatin 2-2.